ju ka premtu shërbëzët civil, ose zyrtarëve publik, që do të japë rrugën e 13. Paramendohet të sa na me shku qëto me dorë për studios, me shku në për që këmë fët, nuk kemi një hap elementar që du të me pos, a i premton rrugën e 13. Ne kena nevoj për sanat elementare. A kena nevoj edhe për rrugën e 13? Për ka? Rrugën e 13 a kena nevoj? Sepse në gjendjen elementare të zero kena. Mendoj që shumë shërbys jo të civil kanë nevoj na do për të me rrugën lyp e përgjithësi, 13. na do të me lyp përgjithësi. Këtu ndoj mendimin kështu. Jo të lyp, na politikë zba me vonë. Na do të me kriju rrethona me përgjithësi, Nuk më një me thonë ju që s'ka nevoj shërbys. Na mirëqenjen se kena të zero, o gjëvdet. Mirëqenjen e kena të zero. Kalu prej temës në temë, unë po thamë për gjendje, pse rruga 13? Ka jarë. Ju thatë jo, unë mendoj që ka nevoj. Po pse, po falë, po nëse se kam asë një antar të familjes punësuar në shtetë, në institucionet e Televizions Kosovës, cilat janë pasojat e mia, lutëm të tregoj, cilat janë pasojat e mia ku mos unë jap gjendjen elementare. Po cilat janë gjendjen elementare që unë shkoj lypi, ka qenë, Se do me i dëmtu ata që janë. Jo pse mi janë dëmte, mua po më dëmta, se unë e paguaj ta tem, ai merr pogë. Po, ti pagun të atim, unë e paguj, unë asë gjip i shteti nuk po marrë. Unë e po paguj shteti, sa asë një antar familje se kam punësuar. Sakse cilat jetu i marrë. Po jo më falë. Ti po shprej një farë të lutëm. Dasije, buxheti. Jo, se shumica dërmuese nuk kanë punësuar në institucionet e Televizions Kosovës. Që ajo administrativë të lutëm, po pse? Na do të me rritë efikasitetin në shërbimin e rritjes së performancës së shërbimit civil. Pastaj, kur ta mosin një farë performancë të tyne, e me shikua kanë nevoj për këtë merit që rruga 13 me qenë. Jo në nivelin 0 kena, shkujme në qëndat e mjekësisë familjare. Është letësi me i shpall njerëzit nivel 0, nuk mendoj që do ta përdorim. Cilën dush informacion, ne edhe nuk kemi, na kemi shkuajmë pasim në veprim administrativ. A diso gjykotat janë të stangrakuara me lonë për shkak të hishtjeve administrative që ndodhin. Këto shërbime për të fronë, zdi pse dush me egzageru. Ja, more, kjo është gabim logjik. Ata me marrë dhe një po Gabim logjik. Jo, mendoj gabim logjik. Juaj. Ja, të lutem. Sepse ju, Mirëqenia jeme po mësënut. Po mësënut tatimet e mia. Unë nuk punoj administrat, ma si s'punoj unë, s'bën me marrës ata. Tatimet e mia, po abuzohen për çështje politike, për materializën për fushat. Përkundërzi. A ka qenë në diskutim, a ka qenë në diskutim me thonë që ideon e kam se ka kosto financiare. Qysh i është kosto financiare ka do me qitë si pas ligjit të uzimin. Edhe në rastin kur janë nda buxhetet për studenta, More studentët i të sana komunitetit saktuar. Së është tërsen, sepse si pas legjikës tonë, aja familje që s'ka student në familje në shtëpi, thot, pse unë e po dëmtona, e vetëm ata të cikë kanë student po përfitojnë. Jo, nëjna të vërë për shërbjësi. Ta është mja njësë edhe këta pensionista, s'ka pensionista, se buxheti po ndohet për pensionista, e na që s'kena pensionista po dëmtoni. Ose pse po ndohet buxheti për këta që kanë fëmijë, e na që s'kemi fëmijë po dëmtoni. Ne ka flasur vetëm për shërbimit civil. Këtë moment, unë nuk desh ta kështu me ta si komplet për toke, se të mlon rrugë tjetër. Je kam abuzuar. I bjen, si kur të thonë ata, na s'kemi pensionista pëse pja u rrisin paga pensionista. Po, jo besa komunitetit saktuar, kategorie saktuar. Sepse nuk kanë të hyra tjetër, studentit, pëse jep 200 euro, 300 euro, 500 euro. E drejtë sepse e ka të drejtë në mbështetje studentit. Po jo të shërbimit civil që 12 muaj morrin pogë. Premisan çka po kundërshton ti nuk qëndron. Po pse s'pja rrit pogën me nivelin e çtyt. Shërbimit civil. Po ja ka rrit. Jo po fal, pse pja të 13 që kurorë gjendjen elementare se ka nevojë, lutem. Sa është rrit paga për mjek? Po jo më të lutem. Qysh jo, tash ti. Po jo, për çdo shifra e thirrën edhe për monitorim. 700 euro e kanë pas mjekt. Ti e din shumë mirë. Po, sakt. Ta është deri 1500, unë e kontestaj fotën mbështetjen rrugës 13, kur unë e gjendje në për institucione. Ti po thuret ja u rrit pagën, është rrit paga. A është rrit mjaftueshëm? Këtë mund ta diskutojmë. Po që ka pas rritje, e që vazhdimisht ka një trend rritjes, e tash na po flasim kjo rritja mjafton për inflacionin. Këtu jam për me bë debat. Mirë, po jo pse pjo rritën, jo pse le të jetojnë more njerëzit. Rrugën e t'ju rritet, jo rrugën 13, sepse në gjendje. Le ta krijeni standard. Unë mendoj se Falë. Pajtohemi, vazhdojmë dhe spajtohemi gjithë... Dile më mje kjo praktikë edhe nga sektori privat. Mirë.